Njerëzit e lindur në ndyshenja janë shumë të shkafët dhe dinak. Astrologjia zbulon se disa njerëz dallohen për aftësinë e tyre për t'u përballur me çdo situatë. Ata mendojnë shpejt, shfrytëzojnë mundësitë që u ofrohen dhe gjithmonë gjejnë një mënyrë për të arritur qëllimin e tyre. Në të njëjtën kohë ata janë të zbukuruar edhe me një prekje dinakrie që i ndihmon të dalin nga rrethanat më të vështira. Sipas hyjeve, njerëzit e lindur në ndyshenja janë shumë të shkafët dhe dinak. Binjakët njihen për aftësinë e tyre të menduarit të shpejtë dhe komunikimit. Ata arrin të gjejnë përgjigjen ose zgjidhjen e duhur në çdo situatë dhe përshtatshmëria e tyre i lejon të dalin lehtësisht nga telashet. Dinakria e tyre i ndihmon të bindin të tjerët për atë që duan, kështu që shpesh duken një hap përpara të gjithëve. Kurreshtja dhe nevoja e tyre vazhdueshme për të mësuar i bëjnë ata njerëz që gjithmonë kanë një as nën mëng. Për shkak të kësaj, të tjerët shpesh i perceptojnë si jashtëzakonisht të shkafët. Ata gjithmonë din kujt i drejtohen, çfarë të thonë ose si të kapërcejnë një pengesë në rrugën e tyre. Akrepat kanë një intuit të mprejtë dhe aftësinë për t'i lexuar njerëzit më mirë se të tjerët. Ata janë shumë të shkafët dhe dinë si t'i përdorin dobësitë e të tjerëve në avantazhin e tyre. Dinakria e tyre shpesh i ndihmon ata të arrijnë qëllimet e tyre pavarësisht pengesave të shumta dhe aftësia e tyre për të planifikuar mirë u jep avantazh në çdo situatë. Për më tepër, vendosmëria dhe këmbgulja e tyre do të thotë se ata nuk dorëzohen kur let. Akrepët nuk kanë frikë të ndërmarrin rreziqe dhe kur ndjejnë se një mundësi është e duhura, përdorin dinakërinë e tyre për ta shfrytëzuar sa më shumë. Kjo i bën ata njerëz që janë gjithmonë në kontroll edhe kur gjithçka duket se është kundër tyre.